Në prezencën e presidentit AKR-s Begjet Pacollit dhe zëvendës presidentes Mimoza Kusari Lila në fshatin Doblibare të Gjakovës u themelua në ndega e re AKR-s. Ju falenderoj për përkrajen dhe besimin në programin e AKR-s. Ju jeni mësimi më i mirë për ata që paguajnë sondazhe, për ata të cilët AKR-n vazhdojnë ta trajtojnë si subjekt të vogël. Ne çdo ditë po rritemi dhe unë do propozoja që në ndegën tuaj ta quajmë në ndega presidentit. Kështu u shpreh Pacolli. A doni që kjo në ndegë mu qujt në ndega presidentit? Apo ja që në dorë? Tu shok kondër? Okej, kjo do të quhet gjok në ndega presidentit. A është në regull? Okej. Pse, të tregoj pse. Kur isha këtu, para do ditëve, e mnalja makinën që aty edhe po më thojnë ata që më shoqërojnë president, nuk po shkojmë atje natë, se nuk është veni jo, këto, kjo është veni i bastionit tjera e partijve, s'kem që shkojmë atje, mos më në ndodhë në i problema po diçka. Ka dalë mëre se këta kukëm njerës të mirë. Dhe po ku petim? Kash po në hynëm prej atje, edhe unë po i shoh të shpijat bukra, po i shoh gjdo detaj që është në regull, njerëzit kam punu gjdo detaj. Ta nuk mujnë me konë njerëz jo të mirë, ta njerëz të mirë tash. Unë kom punë me qita se ku kem punëtore, edhe erdha këto dhe erdha dhe unda që të. Nga ana tjetër, zëvendës presidenti AKR-s Mimoza Kusari Lila tha se projektet që kanë të bëjnë me infrastrukturën elementare janë prioritetet qeverisjes lokale në Gjakovë. Kur mos pritni prej meje që kom ju kushzu me vota për këto kërkesa, se këto janë bazike. Këto më votut, as na votut, këto kërkesa na i kemi obligim si komunë. Se kanë bo gabim shumë të madh ata që kanë mendu me shtim lajtitje ose me shtim e besu që hajtë që ta maroj rrugën e qëtë bageri qëtu, ana një votat, kryen zgjedhjet, heket bageri. Nuk o kjo mënyra që shduhet me vepru një vend që synon zhvillimin ekonomik. Ju shumicën e familjarve, kushterive i keni në Zvicër, në Gjermani. Këto jënë punë të kry me shumë mati, e këto ishdasht me qenë të kry me shumë mati. Prandaj, unë për ju theme për kushtim të plot, që shto matletat që ta presidenti kemi mi trajtu me njëherë. Unë të hanen, në fakt, të hanen me njëherë, mas zgjedhjeve për shkak se këto ditë kanë qenë ma të angazhume, kemi mi trajtu me drejtorinë e zhvillimit ekonomike dhe shërbimeve publike. Pastrimi i pronit, që ka lënë përmes fshatit, është një synimi jemi, jo vetëm për fshatin Doblibar, edhe për fshatin Altiksajane, po për gjithë komunën e Gjakovës se në me të vërtet në gjendje të keqe. Gjokën Drecaj u zgjodh kryetari në ndegës së fshatit Doblibare, kurse Kol Karaçi në kryetari parë. Në fund të këtij takimi u prezantuan edhe kandidatët për deputet nga lista AKR-s për parlamentin e ardhshëm.